Edhe pse kushtet e punës shpesh mbetën të vështira në teren, zhurma e makinerive në sektorin e ndërtimtarisë vazhdon pa ndërprerje. Janë pikërisht dyshimet në lidhje me kushtet jo të përshtatshme të punës që detyruan Inspektoratin e Punës të ndërhyjë, duke ndërprerë aktivitetin e mbi 100 kompanive ndërtimore gjatë inspektimeve të këtij viti. Nga rreth 320 inspektime dhe rinspektime, numri total i kantierëve ndërtimor ku janë vendosur shania Bllëmbuzat së Shirit është rreth 106. Janë rreth 27 ose 30 që janë rihapur sepse kanë plotësuar kushtet e sigurisë në punë. Megjithatë, sipas sindikatës së sektorit privat, problemi mbetet më i thellë. Kryetari Jusuf Azemi thot se punëtorët ende hezitojnë t'i raportojnë shkeljet nga frika se mund të humbin vendin e punës. Si përgjigje ndaj kësaj situate, sindikata ka përpiluar një plan program për monitorimin e kushteve në teren. Për një vit të dalim pothuajse për çdo ditë pune të edukojmë dhe të trajnojmë punëtorët, po në farë forme të vëdësojmë edhe pronarët e kompanive lidhur me ligjin dhe sigurinë në punë. Ne programin dhe projektin e kemi të gatshëm, nëse ata janë të gatshëm sepse ne nuk mund ta financojmë të vetmit, jemi të gatshëm që ta bëjmë këtë nëse aty në spakut kanë një vëmendje që spakut ky numër patjetër duhet zvogëluar. Edhe mungesa e trajtimit dhe mos informimi mbi rreziqet e punës shihen si shkaktarët kryesor të vdekjeve në vendin e punës. Por Agib Behrami, pronari i një kompanie ndërtimi, thot se çdo punëtor në firmën e tij trajtohet përpara se të nisë punën. Është e nevojshme që të bëhet përpjekje edhe të respektohet ligji për sigurinë e shëndetit në punë, i cili i parashet gjitha masat, gjitha detyrimet, obligimet të punëdhënësit, të punëmarrësit, të punësuarit. Edhe nëse zbatohen ato parashihen masat e sigurisë në çdo rast, në çdo situatë, pastaj pajisjet mbrojtëse, trajnimet, edukimi mbi këtë fushë të gjitha. Vetëm gjatë 4 muajve të parë të këtij viti llogaritet se në sektorin e ndërtimtarisë kanë vdekur 9 persona.